Ditën e sotme nisi zbatimi i amnistisë penale për 1335 të burgosur, nga të cilët 541 lirohen sot. Ligji i cili u miratua me 18 qershor dhe u dekretua me 30 qershor nga presidenti Bajram Begaj, tashmë ka hyrë në fuqi. Prej tij përfitojnë edhe gradet të mitur. Sipas ligjit të miratuar me votën e 84 deputetëve, 81 ligjvënësve socialistë dhe 3 të PSD-s, do të përfitojnë të gjithë ata që kanë marrë një vendim të formës së prerë deri me 31 maj të këtij viti, përfshirë edhe nëse vendimi i apelit nuk është zbardhur ende. Sipas ligjit, liri do të përfitojnë burrat e dënuar me burgim deri në 3 vjet ose me dënime më të lehta gjob, apo dënime të tjera alternative, gratë të dënuara me burgim deri në 4 vjet ose me dënime më të lehta. Po ashtu lirohen burrat që janë aktualisht në burg dhe u kanë mbetur për të vuajtur deri në 3 vjet dënim, si dhe gratë të cilave u kanë mbetur për të vuajtur deri në 4 vjet dënim. Një tjetër kriter përfitues është edhe mosha. Burrat mbi 60 vjeç, gratë mbi 50 vjeç dhe personat që kanë qenë në moshën 18 vjeç kur kanë kryer veprën penale, pavarësisht dënimit, por jo kur ndodhen në burg për vepra të rënda, që përjashtohen nga amnistia. Jashtë amnistisë mbeten të dënuarit për njësër veprash të rënda penale, mes tyre vrasjet me dashje dhe krimet kundër jetës, krimet kundër njerëzimit, përdhunimet dhe krimet seksuale, trafikimi qenieve njerëzore dhe shumë vepra të tjera të rënda. Gjithashtu nuk do të përfitojnë personat që janë shmangur drejtësisë, pra ata që janë fshehur, arratisur ose kanë shmangur ekzekutimin e vendimit penal. Të gjitha veprat që bien në jurisdiksionin e SPAK dhe të gjithë personat që kanë një vendim nga GKKO nuk do mund të përfitojnë pavarësisht për çfarë janë dënuar. Përfituesve të tjerë u falet ndjekja penale për disa kundravajtje dhe vepra me rrezikshmëri të ulët.